Ju në gjatë jeta, uroj të jeni mirë. Nga Varoufakis tek Dejona Mihali, eksperiment ideologjik në Prishtinë apo mbjetesë për Albin Kurtin. Të nderuar shqiptar, unë jam Krishnik Osmani, ju flas nga Akademia Gjeopolitike e Lëvizjes Adheu dhe sot do të ndaj me ju një të vërtet që mundet t'i dhem disave dhe të mos i dhem disave. Shumë prej jush e din që unë e kam mbështetur Albin Kurtin në të gjitha kauzat e tij kur ai fliste për sovranitetin dhe për dinjitetin e Kosovës për bashkim kombëtar. E kemi mbështetur kur duhet mbrojtur vota dhe shpresa. Por besnikëria ime e parë dhe e fundit, siç e dini, është kombi shqiptar dhe jo asnjë individ. I kam premtuar Kurtit publikisht se do të jemi këtu për ta monitoruar hap pas hapi dhe sot unë do të ngre alarmin që po bie fort, me shumë dashamirësi dhe me shumë respekt, sepse për Kosovën dhe me politikanët e Kosovës unë flas më me respekt se sa për politikanët e Shqipërisë. Kjo është arsye, ka arsye të veta sigurisht, por që më dëgjoni me kujdes, mos paragjykoni prej fillimit, dëgjoni deri në fund atë që do ju them me qetësi dhe pastaj bëni çfarë të doni. Çfarë është duke ndodhur në Prishtinë? Pse njeriu i cili premtoi vetëvendosje është duke bërë tentativa për të dorëzuar sovranitetin e Kosovës tek duart e ideologëve neomarksist? Përse vija politike e Albin Kurtit po shkon drejt greminës? Kosova po shndërrohet bashkë me truhet shqiptare në një laborator eksperimental të radikalizmit të majt, ku fijet i tërheq në hije. Komisari Roz Zonja Dejona Mihali, e cila vjen nga strukturat e Athinës për të kontrolluar zemëratën e shqiptarëve dhe të shqiptarisë. Unë nuk do të bëj asnjë akuzë, asnjë shpifje, asnjë sajes, por do të flas me të gjithë argumentat të cilat unë i kam marrë nga një analizë imëtësishme që i kam bërë pranisë së Jani Varoufakis, radikalit të majt komunistit Jani Varoufakis, në një televizion të Kosovës, ku e kishin thirrur për një intervistë dhe lavde të mëdha që ja thurte gazetari në studio. Unë nuk mund të hesht kur shoh se si aleancat tona strategjike të shqiptarëve në boshtin tradicional euroatlantik janë duke u shkrumbuar, po për çfarë, në këmbim të çfarë? Për hir të një agjende e cila nuk buron nga zyrat e Prishtinës, por nga fantazmat e Syrizas greke. Monitorimi im sot do të nxjerrë në dritë një realitet të frikshëm, një aks të ri marksist ballkanik, i cili po synon izolimin ton dhe trojeve shqiptare, duke na bërë gati të na hedhin në lojën e vjetër ku kemi qenë. Ju në Tiranë e keni provu, atje në Kosovë e keni provu me stilin e Titos, por është pak më e komplikuar loja. Rritja e të gjithë neomarksistëve në të gjithë kanalet shqiptare dhe pushtimi i të gjithë narrativës në të gjitha kanalet enveriste në Tiranë nuk është një rastësi, dëgjoni me kujdes deri në fund. Ky që po shfaqet sot në Prishtinë nuk është Albini që ne e mbështetëm dhe që e kemi mbështet vazhdimisht. Kjo që po ndodh në Prishtinë me tezat që hedh Varoufakis, shefi i Syrizas, marksisti radikal në Prishtinë, në një televizion shqiptar, përcjellin mesazhe gjeopolitike të cilat po na tregojnë se çfarë është duke u instaluar në Shqipërinë tonë apo në shtëpinë tonë mbar kombëtare. Ti zbërthejmë pak faktet, emrat dhe skemën e këtij aksi radikal neomarksist. Unë i qëndroj fjalës time. Ne vëzhgojmë, ne analizojmë dhe ne nuk falim askënd kur preket interesi kombëtar. Tani dëgjoni me kujdes se çfarë kam vënë re, shpërndajeni emisionin, çojeni atë pjesës tjetër shqiptarëve dhe mos lejoni që ardhmja e shqiptarëve të shitet për eksperimente ideologjike. Zoti i bekoft shqiptarët dhe na dhënë të gjithëve mendjen për të parë përtej propagandës së madhe që po gatuhet. Të shkojmë pak të shohim dimensionin doktrinar të Varoufakisit. Ka qenë në Prishtinë në një televizion dhe i ka folur popullit të Kosovës. Varoufakis nuk është thjesht një politikan, miqtë e mi, vëllezërit e mi në Kosovë.
Ai është një ekonomist marksist radikal që e përkufizon veten si marksist inkonformist, pra marksist jo konformist. Varoufakis i përket segmentit politik të majtës radikale greke. Pasi u largua nga Syriza, ku shërbeu si ministër i financave të Greqisë, ai themeloi partinë MRA-25, parti që është pjesë e lëvizjes DM-25, Lëvizja Demokracia në Europë 2025. Cila është doktrina e tyre? Ai mbron një doktrinë, një formë të teknofeudalizmit, që është një kritik ndaj kapitalizmit modern dhe kërkon një ristrukturim total të bashkimit evropian, duke kundërshtuar politikat e kursimit të austerity e kështu me radhë. Varoufakis është gjithashtu frymëzues i qarqeve marksiste të Prishtinës dhe frymëzues ideologu mbështetësi numër 1 i Partisë Radikale Marksiste në Tiranë, Arlindja të Arlind Qorit, Lëvizja Bashk, Lëvizje Radikale Neomarksiste Komuniste. Lidhja me Albin Kurtin dhe RTV Dukagjinin, si lidhet ky tani që po i bëjnë publicitet ke RTV Dukagjini në Kosovë? Të marrësh publicitet në një media si Radio Televizioni Dukagjini dhe afrimiteti me lëvizjen vetëvendosje, do ta shohim përmes 2 lenteve të holla shumë, me kujdes, me argument, me qetësi. Unë dëgjova komplet intervistën. Identiteti ideologjik Varoufakis dhe Albin Kurti ndajnë një narrativ të përbashkët kundër elitave të vjetra dhe neoliberalizmit. Përqarqe që e shohin për politikën përmes prizmit të majt radikal, Varoufakis shërben si një validues intelektual ndërkombëtar për kauzat e vetëvendosjes. Pra, prania e Varoufakisit, pavarësisht se ai në intervistë e evitoi përmendjen e Albin Kurtit, ai ka ardhur në Kosovë me urdhër të Albin Kurtit dhe të Dejona Mihalit për të kryer një mision, dhe misioni është për të validuar intelektualisht dhe greqizisht dhe europianisht kauzat e reja dhe që fshihen në prapasken të lëvizjes vetëvendosje. Instrumentalizimi i medias është normal për të krijuar një publicitet. Hapja e hapësirës televizive për figura të tilla në thelb është një normalizim i një diskursi që po e zhvendos vëmendjen nga çështjet kombëtare në Kosovë, siç është njohja e Kosovës nga Greqia. Kjo është çështja kryesore, njohja e Kosovës nga Greqia. Dhe e zhvendosim aksin nga njohja e Kosovës nga Greqia drejt solidaritetit ideologjik marksist ndërkombëtar. Kjo është ajo që bëri Radio Televizioni, që kishte ftuar atë me urdhër të Albin Kurtit. Greqia, Albin Kurti dhe Dejona Mihali. Ky trekëndësh duhet analizuar pak me kujdes, sepse ne kuptojmë pas ti çfarë po gatuan dhe cila është strategjia e Albin Kurtit në këtë afrimitet të madh me Athinën, ndërkohë që pretendon aksin kombëtarisë shqiptar. Këtu na krijohet një paradoks shumë interesant midis retorikës patriotike të zotit Kurti dhe strategjisë së tij për realpolitik që po e bën. Dejona Mihali, figura e saj ka qenë shpesh në qendër të kritikave për shkak të ndikimit të madh që ajo ka, zonja ka, tek strukturat e vetëvendosjes. Kritikat ndaj saj shpesh fokusohen në faktin se ndërkohë që lëvizja vetëvendosje mban një qëndrim të ashpër ndaj ndikimeve të huaja, një person me formim dhe lidhje specifike të Greqisë, si shtet që nuk e njeh Kosovën, ka rol kyç në vendimmarrje në lëvizjen vetëvendosje, pavarësisht se nuk mban post shtetëror dhe këtë e ka bërë për arsye që të mos marrë goditje nga jashtë. Raporti i Albinit me Greqinë. Albini ka kultivuar marrëdhënie paradoksale me Athinën. Nga njëra anë
ka patur vizita të shpeshta dhe takime të nivelit të lartë në Athinë, duke shpresuar se Athina dhe Greqia do ta njohë Kosovën. Nga ana tjetër, Greqia vazhdon të mbajë në fuqi ligjin e luftës me Shqipërinë, që daton që nga viti 1940 dhe nuk e lëviz absolutisht pozicionin e saj ndaj pavarësisë Kosovës. Çfarë po gatuhet në prapasken, ne i kemi premtuar Zotit Kurti që do ta monitorojmë has pas hapi. Në qarqet analitike dyshohet se po synohet krijimi një aksi të majtë radikal ballkanik, i cili është duke shërbyer si një alternativë ndaj ndikimit tradicional të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të një pjese të madhe të Europës në Ballkan. Pra përzënja e Amerikës nga Ballkani. Si bëhet kamuflimi? Duke prezantuar bashkëpunimin si progresist dhe intelektual, Kurti mund të mbuloj faktin se po bashkëpunon me segmente politike greke që nuk e kanë prioritet ose janë tërësisht kundër agjendës kombëtare shqiptare. Ku qëndron rreziku në këtë histori? Ky lloj afrimiteti mundet të krijojë një iluzion dhe këtu krijohet iluzioni i partneritetit me Greqinë, ndërkohë që në terren nuk ka asnjë lëshim substancial nga Athina për çështjen e Kosovës, apo për të drejtat e shqiptarëve në Greqi, siç është çështja Çame, që pretendon Zoti Kurti dhe lëvizja kombëtariste vetëvendosje se kanë bashkimin kombëtar në dritën e syrit të programit të lëvizjes. Përfshirja e Zotit Varoufakis në hapësirën publike të Kosovës mundet dhe pas një diskutim është një tentativë për të intelektualizuar këtë kthes të Prishtinës drejt Athinës, duke përdorur ideologjin si urlidhse aty ku diplomacia shtetërore ka dështuar të sjellë njohje për pavarësinë e Kosovës. Kush është Varoufakis dhe pesha e tij politike në Greqi? Politika e Varoufakisit në Greqi është me një prani modeste, një minorancë shumë e vogël. Partia e tij Mera 25 në zgjedhjet e fundit parlamentare greke ka dështuar të kalojë pragun e 3%-shit dhe ka mbetur jashtë parlamentit. Kjo është partia e Varoufakisit. Pra në dimensionin e numrave, Varoufakis nuk përfaqëson Greqinë zyrtare as shumicën e popullit grek, por një mini minorancë shumë të vogël. Tashmë, megjithatë, Zoti Varoufakis përfaqëson një traditë të fortë intelektuale të së majtës radikale greke, e cila ka ndikim shumë të madh në rrjetet ekonomike dhe mediatike ndërkombëtare. Për Albin Kurtin dhe lëvizjen vetëvendosja, Varoufakis nuk vlen për votat që ka ai në Athinë, por për vulosjen që i bën ideologjisë së tyre si një lëvizje progresiste europiane, pra për lëvizjen e Kurtit. Greqia tjetër, pjesa tjetër e Greqisë, është konservatore dhe shtetërore. Pra, Greqia tjetër është më e madhe se ajo dhe sundon realisht. Pra, është Greqia tjetër e madhe që sundon vërtetësisht Greqinë. Kush është? Është Nea Demokracia, demokracia e re, partia konservatore e Mitsotakisit, që lidhet me familjet e mëdha politike greke, siç është Mitsotakisi, familja politike e Mitsotakisit, që erdhën me mbështetjen e amerikanëve. Është dhe shteti i thellë grek, deep state i grek. Këtu, në deep state-in grek, janë diplomacia tradicionale greke, kisha ortodokse greke dhe ushtria greke. Ky segment është ai segment i cili refuzon të njohë Kosovën dhe që refuzon të mënjanojë dhe të eliminojë ligjin e luftës me Shqipërinë. Pra, kjo Greqia e deep state-it, Greqia e shtetit të thellë grek ku bën pjesë
diplomacia tradicionale, Kisha Ortodokse greke dhe ushtria, këto janë shteti i thellë në Greqi. Për shtetin e thellë grek, Yanis Varoufakis përfaqëson fëmijën e prap, apo enfant terrible. Këtu kemi një dimension të gatuar, sepse Varoufakis i shërben Kurtit. Pse? Përdorimi i Varoufakisit si lidhse është një manovër për të krijuar një fasad ideologjike. Këtu do të gjejmë rastin pse Varoufakis i shërben Kurtit, për çfarë i duhet Kurti Varoufakisit. Dhe arasjellta sigurisht. Fillimisht kjo duhet për konsum të brendshëm. Në Kosovë, Kurti i thot mbështetësve të tij patriot se jemi në një moment të ri të rëndësishëm. Pra, duhet të ndërtojmë aleanca me mendjet e reja të Europës, i thot Albin Kurti njerëzve të tij në Kosovë. Kjo është narrativa e brendshme. Për konsum ndërkombëtar, Albin Kurti tenton të zbus imazhin e tij si nacionalist shqiptar radikal, duke u shfaqur si pjesë e një internacionale e socialiste, ku bën pjesë edhe Yanis Varoufakis. Këtu shkojmë tek një rrezik i rëndësishëm që është rreziku i kamuflimit. Këtu qëndron pika ku analiza ime tenton të hyj pak më thellë tek Varoufakisi, Dejona Mihali dhe Greqia dhe roli i zonjës Mihali qendror në Partinë Vetëvendosje. Nëse Albin Kurti rrethohet nga figura që kanë lidhje organike me botën greke, siç është zonja Mihali, dhe në të njëjtën kohë promovon Varoufakisin, krijohet një mjegull ideologjike dhe politike ku nuk dallohet dot qartë nëse po bëhet një politik për interesat e Kosovës apo po luhet një lojë e qarqeve të caktuara ballkanike që kanë një skem tjetër. Hajde ta marrim pak një nga një. Greqia zyrtare, ajo e madhja, e shtetit të thellë përfiton nga ky rast, sepse Greqia mban marrëdhënie të mira me Prishtinën përmes kanaleve të Varoufakisit, merr avantazhe politike dhe ekonomike, por nuk i jep Kosovës as shqiptarëve asgjë në këmbim. Nuk i njeh pavarësinë e Kosovës për Kosovën dhe nuk e heq ligjin e luftës me Shqipërinë. Cili është përfundimi? Varoufakis përfaqëson një kalë troje dhe një segment rebel brenda Greqisë që i shërben Albin Kurtit për ta paketuar Albin Kurtin dhe politikën e tij si moderne europianiste, ndërkohë që çështjet madhore kombëtare mbeten të bllokuara nga Greqia tjetër, Greqia konservatore, me të cilët segmentet brenda lëvizjes vetëvendosje duket që kanë komunikim shumë më të hapur se sa pranohet publikisht. Lidhja midis Varoufakisit dhe Kurtit shoqërohet me lidhjen e Varoufakisit me Arlind Çorin këtu në Tiranë. Dhe lidhja e Varoufakisit me Arlind Çorin, Partinë Lëvizja Bashk këtu në Tiranë, Partinë Marksiste, dhe me Albin Kurtin nuk është një rastësi politike. Ne kemi parë zotin Çori, i cili lavdohet, e promovon dhe është reklamuar popullit shqiptar se si ai ka marrë mbështetjen e Varoufakisit dhe si Yanis Varoufakis i ka bërë thirrje popullit shqiptar që të votojnë Arlind Çorin. Trekëndshi marksist i Tiranë, Prishtinë, Athinë që luhet nga Varoufakis, Kurti dhe Çori është një segment ideologjik jo rastësor. Është segment ideologjik i strukturuar, i cili ka një qëllim, synon krijimin e një pulsi të majtë radikal marksist në hapësirën mbar shqiptare dhe në hapësirën ballkanike. Ta zbërthejmë pak më trashë këtë histori në dimensionin politik dhe operacional, siç kam unë qef që të hyj në kirurgji të fortë. Platforma DM25 dhe Internacionalia Progresiste e Varoufakisit është ai, pra, Varoufakis është arkitekti i kësaj lëvizje në Greqi. DM25. Arlind Çori dhe Lëvizja Bashk dhe Albin Kurti vetëvendosja në Prishtinë janë pjesë e të njëjtit aks intelektual radikal të majtë. Lidhja Varoufakis-Çori,
Qori është përfaqësuesi më besnik i doktrinës së Varoufakisit në Shqipëri. Prandaj e shihni ke Top Channel dhe ke Euronews dhe ke Carlo Bolina dhe tek gjithë televizionet e Tiranës, të cilët un kam kohë që ju njoftoj, po e marrin Shqipërinë në akse të tjera. Është loja shumë e madhe. Edhe zoti Qori, edhe zoti Varoufakis të dy ndajnë të njëjtën gjuhë. Luftën kundër oligarkisë dhe kritikimin e perëndimit si një e keqe absolute. Në fakt, perëndimi ka shumë lum brenda, por si perëndimi dhe lindja nuk shihen bardhëzi. Kanë ca të mira, ka dhe ca të këqija. Pra, duan të përgatisin një revolucion demokratik nga poshtë me stil komunist. Kjo është era e re. Varoufakisi, ju e keni parë, ka mbështet publikisht Qorin, e bëri më me doreza në Prishtinë, sepse Qori përfaqëson fidanin e lulishtes komuniste të re në Tiranë. Lidhja e Varoufakisit me Kurtin, Kurti i shërben Varoufakisit si modeli i suksesshëm. Ai është i vetmi nga ky grup që ka arrit të marrë majën e pushtetit ekzekutiv në Kosovë. Ndërsa Varoufakis dhe Qori e përdorin Kurtin si provë që një lëvizje e majtë radikale, marksiste, mundet të fitojë zgjedhjet dhe mundet të kontrollojë Ballkanin. Dhe kjo do të bëhet në kurriz të çështjes shqiptare, jo në mbështetje të saj. Dimensioni i komunizmit modern apo neomarksizmi duhet parë me kujdes. Është ajo që bashkon doktrinën e kontrollit shtetëror mbi ekonominë. Kontrolli shtetëror mbi ekonominë është për gjithë ju që se kuptoni termat ideologjik të marksizmit, janë kooperativat edhe ekonomia socialiste, punosat kesh fuqi, punos dhe me hasat kesh nevojë. Kooperativ, kryetari i kooperativës, mrapa mullarit barit atje, gjithë bëjnë si kur punojnë, nuk puno asnjë, prona është e shtetit, lopët janë shtetit, tokat janë shtetit, s'puno asnjë, edhe pastaj ngordhin për bukë, hajnë marmalat me tollona. Kjo është, ju në Shqipëri e mbani mend se e keni të freskët, kurse vëllezërit tanë në ish Jugosllavi kur kanë jetuar në kohën e Titos, e kanë më pak të dhimbshme dhe të përgjakshme, sepse Tito i dha mundësi me marr pasaportat me u zhduk për në Zvicër edhe për në Gjermani. Duke hik për Zvicër dhe në Gjermani, ato i zbusnin dhe shihnin komunizmin me një lloj simpatie, sepse kishte edhe para, kishte edhe Zvicër, kishte edhe Angli, kishte edhe Gjermani, dhe në të njëjtën kohë kishin mundësi me bë dhe në i vil në Kosovë kur të ktheheshin. Kurse këtu në Shqipëri na sakatun komplet. I lanë gjithë popullin varr, pa asnjë lloj buke, pa asnjë lloj veshje, pa shtëpi, pa pronë, na shkatërrun komplet. Edhe Qori, edhe Kurti, edhe Varoufakis ndajnë të njëjtin skepticizëm të thellë ndaj elementit më të rëndësishëm botëror ekonomik, që është tregu i lirë apo ekonomia e tregut. Përdorin terma si drejtësia sociale dhe sovraniteti për të kamufluar një agjendë që në thelb synon dobësimin e kapitalit privat dhe forcimin e një kaste politike që është ajo që vendos për shpërndarjen e pasurisë dhe jo vetë tregu, jo djersa, por disa komunistë të cilët në emër të qasjes neomarksiste janë ata që vendosin se ku shkon pasuria dhe jo tregu, jo djersa, kush punon më shumë, fiton më shumë, kush i del kujt i sakatohet fund shpina më shumë, ai duhet fitoj më shumë, kush flet gjumë, nuk fiton. Kjo është ekonomia tregut, e rregullon tregu. Tani, zonja Mihali ndërton urën dhe ruan urat e komunikimit mes Kosovës, Shqipërisë dhe Athinës. Dhe këtu duhet të japim popullit ton të dashur shqiptar, këtu në Shqipëri, në Kosovë dhe në trojet shqiptar të japim disa pyetje përgjigje të rëndësishme. Ka disa ide që qarkullojnë vazhdimisht në qarkullim, hidhen midis lëvizjes bashk dhe vetvendosjes, ka një koordinim. Shumë aktivistë të Qorit
në Tiranë janë trajnuar ose bashkëpunojnë ngushtë me strukturat politike të Albin Kurtit në Prishtinë. Dhe këtu pak nga pak merr përgjigje edhe ajo pyetje që më është bërë mbi 10.000 herë në rrjetet sociale, por edhe në numrin tim në personal në Facebook dhe më falni në WhatsApp, ku më thojnë Kreshnik, pse nuk je takuar ende me Albin Kurtin dhe pse nuk bashkëpunoni me Albin Kurtin. Besoj kjo analizë ju a jep përgjigjen e qartë se përse Kreshniku nuk është takuar ende me Albin Kurtin dhe nuk i dihet deri kur mund mos takohet, ndoshta takohet kur, ndoshta takohet, por duhet të dini se përse Kreshniku se ka taku ende Albin Kurtin dhe përse nuk ka bashkëpunim mes Albinit dhe Kreshnikut dhe përse Albini nuk dënjon të dalë në fotografi, nuk refuzon të dalë fotografi dhe të promovoj figura si Adriatik Lapaj dhe marksisti oksfordist Endri Shabani, i cili tradhtoi popullin bashkë me Adriatik Lapaj, me ta del krenar Albin Kurti, sepse Albin Kurti ka detyrë të mbështesë të gjithë sorosianët dhe neomarksistët e ri të Tiranës. Këtu vjen dhe roli i Dejona Mihalit, njeriu i Greqisë, që është dhe komisari politik hije në lëvizjen vetëvendosje, që mban lidhjet ideologjike të paprekura. Nëse zoti Kurti duhet të bëj kompromise si kryeministër, figura si Dejona Mihali sigurohen që vija e partisë Lëvizja Vetëvendosje të mbetet ajo e të majtës radikale e ngjashme me atë që predikojnë në Athinë Janis Varoufakis dhe në Tiranë zoti Arlind Çori. Pse është kjo gjellë e rrezikshme për Shqipërinë, për Kosovën dhe për çështjen kombëtare? Këtu duhet të bëjmë një kirurgji decizive për jetën e kauzës shqiptare. Ndërsa në botë flitet për internacionalen komuniste dhe për vëllazërimin e popujve, të duhemi të gjithë bashkë, atë që po bën Mimoza Ahmeti në fermën VIP, Greqia zyrtare, ajo që nuk e njeh Kosovën zyrtarisht, përfiton nga kjo zbutje e faktorit shqiptar përmes ideologjisë neomarksiste radikale komuniste. Segmenti i Arlind Çorit në Shqipëri shërben për të krijuar një opozit artificiale që sulmon klasën politike tradicionale në Shqipëri, por pa pasur asnjë peshë në mbrojtjen e interesave kombëtare. Ju lutem, më tregoni një qëndrim të Çorit në Tiranë për çështjen Çame, për lëvizjet e Greqisë, për shpopullimin e Shqipërisë, për greqizimin dhe helenizimin e jugut të Shqipërisë dhe për të gjitha temat delikate që lidhen me raportet e fqinjësisë mes Shqipërisë dhe Greqisë. Zero! Çfarë bëjmë? Merren me pleqt, me plakat, me pensionistët, do ja marrim Samir Manes lekët dhe do ja japim pleqve, rrena komuniste të nivelit spektakolar. Rrena me minatorët, rrena me pensionistët, rrena me pleqt e shkret, i thonë do i marrim lekët Çet Kastratit, Samir Manes, edhe Plum Salillarit, edhe do ja japim pleqve. Këto janë rrena. Unë nuk po mbroj Samir Manen, as Salillarin, as Bashkim Ulajn, as Shefqet Kastratin, por, sepse ju e keni dëgjuar çfarë kam thënë unë për ata, më përpara, kam thënë që ata janë lekistët më të mëdhenj të këtij kombi, të cilët nuk kanë lidhje inteligjencë spirituale dhe shpirtërore me ekzistencën e tyre si komb, sepse i mungon nervi aristokratik që buron nga intelekti dhe nga doktrina. Dhe unë i ftoj parelit e mëdhej të Shqipërisë që të kenë ndjesi më të mëdha për kombin e tyre, të mos e lënë kombin të zhduket dhe në duart e një kaste antishqiptare. Ky është proces që ndodh do në kohë që të ndodh, nuk ndodh kollaj. Tashmë po e ndërtoj paralelen, sepse Varoufakisi, Kurti dhe Çori janë i njëjti projekt ballkanik, prandaj po e lidh dhe me Tiranën. Shkoni dhe kontrollojini, asnjë qëndrim nuk ka nga lëvizja radikale e Majt e Çorit në Tiranë për gjitha çështjet sensitive me Greqin. Të paktën
ato që duhen prek, shumë goditje me pambuk, bëjnë gjithë, si që bëjnë ata në Kosovë. Albin Kurti po përdor Varoufakisin për të mbajtur gjallë bazën e tij militante antisistem në Kosovë, ndërkohë që në prapa sken njerëz me agenda të paqarta, siç është zonja Mihali, menaxhojnë fijet e pushtetit tek familja politike e lëvizjes vetvendosi. Çfarë po ndodh? Varoufakis jep teorinë Çori bën zhurmën në Tiranë, ndërsa Kurti ushtron pushtetin në Prishtinë. Ky është trekëndshi. Të tre funksionojnë si një enë komunikuese ideologjike e majtë radikale neomarksiste që përdoret për të anashkaluar realitetet gjeopolitike dhe interesat kombëtare shqiptare në raport me fqinjët, veçanërisht me Greqinë fqinjë. Intervista e Janis Varoufakisit në emisionin e një televizionin Prishtinë është një ushtrim spektakolar mjeshtëror i asaj që në gjeopolitik quhet soft power ideologjik, ku ai, zoti Varoufakis, përdor gjuhën e ekonomisë dhe të progresizmit socialist për të legjitimuar një agendë që në planin kombëtar shqiptar ka pika teje të rrezikshme dhe unë do t'ju aprek të një shpejt pa ju humbur kohë. E di që një pjesë e Varoufakisit dhe e përkazëve të Albinit do të rishtohen, po dëgjoni me kujdes deri në fund se nuk ju gjen gjë. E dëgjova me kujdes intervistën e Varoufakisit në Debat Plus në Kosovë. Tani t'ju nxjerr pak pika shkurtimisht që t'ju tregoj bombat e hidhura që përfaqëson Varoufakisi dhe që synon t'i veproj edhe Albin Kurti në Kosovë, nëpërmjet ndjekjes dhe ndërtimit të këtij aksi dhe të kësaj narrative radikale neomarksiste ballkanike. Fillimisht, zoti Varoufakis hodhi një sulm të fortë ndaj euros në Kosovë, pra ndaj paras euro. Cili është kurthi? Kurthi i sovranitetit monetar. Pra, Varoufakis në pamje të parë flet për sovranitet monetar. Pika më e hidhur ekonomike është këshilla e Varoufakisit për popullin e Kosovës që Kosova nuk duhet ta kishte pranuar monedhën euro. Pra, Varoufakis kërkon që Kosova të ketë një valutë të vetëm, fillimisht valutë digjitale. Ky është një propozim kamikaz vetvrasës për një ekonomi të vogël si ajo e Kosovës dhe për një ekonomi të brisht si ajo e pulsit të ri ballkanik shqiptar në Prishtinë. Pse është kamikaze? Duke e larguar Kosovën nga euro, automatikisht Varoufakis e largon Kosovën nga integrimi organik në tregun e Bashkimit Evropian dhe e lë Kosovën në mëshirë të eksperimenteve monetare që ai vetë dështoi t'i realizonte në Greqi. Kjo është sovranitet monetar dhe Kosovën e izoluar financiarisht dhe një Kosovë të paqëndrueshme. Kjo ishte bomba numër 1 e Varoufakisit. 2. Relativizimi i njohjes. Çfarë ka thënë Varoufakisi kur shpyetur përse Greqia nuk e njeh Kosovën, pavarësinë e Kosovës, ka përdorur metodën e relativizimit. Si e ka bërë këtë? Ai thot nacionalizmi i shekullit të 19, pra Varoufakisi e quan nacionalizmin e shekullit të 19 dhe mosnjohjen e Kosovës nga Greqia si pasojë të një nacionalizmi të vjetër, të cilin e krahason me Katalonjën, Spanjë apo me Kipro. Si ta kuptojmë këtë? Varoufakis e trajton çështjen e shtetësisë së Kosovës si një keq kuptim romantik ose frikë e paarsyeshme
duke anashkaluar faktin që njohja e shtetit të Kosovës është një akt juridik dhe gjeopolitik i domosdoshëm dhe jetik për Kosovën. Pse ky është i hidhur? Sepse ai propozon njohje ekonomike pa patur nevojë për njohje diplomatike. Varoufakis po hedh një super bomb njohje ekonomike të Kosovës pa e njohur Kosovën në mënyrë diplomatike. Çfarë do të thotë kjo? Hajde t'ju tregoj. Kjo përputhet fiks me agjendën e Athinës zyrtare në raport me Kosovës. Çfarë është? Bëjmë biznes me Kosovën, marrim tregun e Kosovës, por nuk e njohim Kosovën si shtet. Ky është kamuflimi perfekt i interesit grek nën petkun e modernizmit dhe të neomarksizmit radikal komunist. E treta është Federata Ballkanike dhe rënimi i kufive. Zoti Varoufakis ka hedhur bombën numër 3. Shkrirje kufish, Federatë Ballkanike, nuk na duhen kufit. Në këtë moment, Varoufakis i shkon i referohen intervistës, përmend revolucionarin Rigas Feraois. Revolucionari Rigas Feraois. Dhe ai flet për vizionin për një demokraci federale ballkanike, ku serbët, grekët dhe shqiptarët janë gjithë bashkë. Tipike mini Schengeni ballkanik. Çfarë është kjo? Kjo është doktrina e vjetër e Ballkani i Ballkanasve, e cila historikisht ka shërbyer për të minimizuar ndikimin e Shteteve të Bashkuar të Amerikës këtu në rajonin e Ballkanit, por edhe të një pjesë të madhe të BE-s. Pse është bombë një federat e tillë ballkanike pa kufi, mes shqiptarëve, grekëve dhe serbëve? Shqiptarët do të ishin për herë minorancë përballë aksit Athinë-Beograd. Varoufakis e shet këtë si progresizëm socialist, por në fakt është një rikthim në formatet politike të cilat favorizojnë hegemoninë rajonale greko-serbe të dirigjuar nga Athina dhe Beograd. Shkojmë tek bomba 4, justifikimi i lëmoshave të Kurtit për popullin e Kosovës. Kur pyetet për ndihmat financiare që qeveria Kurti u jep qytetarëve të shkretë të Kosovës, populizmi ekonomik, ai Varoufakis e mbron me një forcë fanatike. Pra Kurti po mbron, bravo i qoftë, po jep lëmosh popullit, ndihma sociale. Pse kjo është një bombë që e lëshon Varoufakis? Si ekonomist që është, Varoufakis e di shumë mirë që masat me lëmosh dhe me ndihma sociale nuk krijojnë zhvillim afatgjat, por thjesht janë morfin të cilat blejnë qetësinë e të vdekurit apo të smurit dhe vota nga populli që nuk kupton teoritë ekonomike. Këtu zbulohet qartë pakti ideologjik ndërmjet Varoufakisit dhe Kurtit, dhe ai i thot: unë po të mbroj ty dhe populizmin tënd social dhe të lëmoshave të ndihmave sociale, e mbroj unë, thot në Prishtinë, Varoufakis i thot në heshtje Kurtit, ndërsa ti, Albin, më promovo mua si mentorin tënd në rajonin e Ballkanit. Shkojmë ke bomba e 5. Mbështetja për refuzimin e gazit amerikan. Ai shkon hapur për refuzimin e gazit amerikan LNG nga Kosova. Ai thot se modeli i gazit tashmë ka mbaruar dhe Amerika e Trumpit do të bëj pakt me Putinin për gazin rus. Bukur. Ku qëndron hidhësia në këtë pjesë? Apo sekreti? Kjo është pika më pro-ruse dhe më anti-amerikane e të gjithë intervistës. Pse? Duke e këshilluar Kosovën të mos lidhet me infrastrukturën energjetike, pavarësisht se vjen nga Greqia, po unë ju kam shpjegu, ai e lë Kosovën pa alternativë energjetike të sigurt, duke e lënë të varur nga burime të pasigurta ose nga
importi i rrymës që vjen shpesh nga linjat që kontrollohen indirekt nga interesat lindore. Këtu kthehemi tek pyetja juaj, po ti Kreshnik ishe kundër gazit amerikan që vjen nga Greqia? Po, unë jam kundër mënyrës se si vjen gazi dhe jam për mënyrën si Edi Rama po e shet interesin kombëtar shqiptar dhe po e ofron tokën shqiptare vetëm si vend kalimi dhe tranzit për gazin amerikan dhe jo pikë strategjike. Pika strategjike është Greqia. Dhe unë në këtë pikë jam kundër, por nuk jam kundër gazit amerikan në thelb. Që ta bëni dallimin, se mos thoni Kreshniku po mbështet planin e Ramës për cilë gazin nga Greqia me ambasadoren me minifund që erdhi këtu dhe që po përcjell planet e Athinës të Tiranë. Këto janë dy gjërat të cilat duhen kuptuar mirë. Ne jemi me Amerikën, nuk jemi me budallalliqet që bën Trumpi dhe as me budallalliqet që bëjnë Sorosianët. Por jemi me aksin gjeopolitik i cili ruan dinjitetin shqiptar dhe interesat kombëtare shqiptare. Prandaj ne nuk jemi kundër gazit amerikan kur i themi, kur denoncojmë lidhjet sekrete të Ramës, as kundër Amerikës. Ne jemi kundër të qenit Shqipërisë një xhep, as një ansor tek interesat e Greqisë të përfaqësuara nga ambasadorja e Trumpit, që është duke luajtur më shumë si një biznesmen se sa një lojtar gjeopolitik për konfigurimin e aleancave dhe po humbet aleatët e Amerikës çdo ditë më shumë, duke e kaluar Amerikën nga Amerika e para në Amerika e fundit vetëm për të ngop xhepin e tij dhe xhepin e Ivanka Trumpit dhe Jared Kushnerit. Ndaj ne jemi kundër kësaj, po jo kundër Amerikës. Ne duam Amerikën vi këtu me gazin e saj dhe në Kosovë. Këtë e bëri Varoufakisi në Kosovë. 6. Shmangja e Albin Kurtit. U pyet nga gazetari drejt për Albin Kurtin. Dhe ai thot, nuk do të përgjigjem për pyetjen për Albin Kurtin, sepse Varoufakis që ka ardhur në Prishtinë për t'i folë kosovarëve nuk do të ndërhyjë në punët e brendshme të Kosovës. Kjo është hipokrizi e pastër. Pse? Gjatë gjithë intervistës ai ndërhyri duke kritikuar euron, politikat e gazit dhe rrugën drejt Bashkimit Evropian. Pse është bombë me sahat kjo? Heshtja e tij për Albin Kurtin është në fakt një firmë miratimi për Albinin. Ai nuk e kritikon zotin Kurti, por zbaton pik për pik agendën e Varoufakisit. Pra, nuk e kritikon Kurtin, sepse Kurti po zbaton pik për pik agendën e Varoufakisit. Dhe e cila konsiston në skepticizëm absolut ndaj gjithë ndërkombëtarëve, izolim monetar të Kosovës dhe fokus tek politikat sociale shpërndarëse. Të japim lëmosh pleqve që të mos ngordhin për bukë. Këtu vim tek gjella përfundimtare. Varoufakis erdhi në Prishtinë për t'i dhënë Albin Kurtit një mburoj intelektuale. Ai e paketoi izolimin e Kosovës si sovranitet, refuzimin e projekteve strategjike amerikane si mbrojtje të ambientit, ngordhin për ambientin këta komunistët, dhe mosnjohjen nga Greqia të pavarësisë së Kosovës e konsideroi me relativizim vjetërsi që do të kaloj më përmjet tregtisë. Pra të marrim tregun e Kosovës, të bëjmë biznes, por kur ta ndjejnë atje në Greqi shihen e parave që vinë nga tregu kosovar, bën vaki e ndrojnë mendjen, thot Varoufakis, dhe e njohin Kosovën. Kjo intervist tregoi zërin e një Greqie e cila kërkon kontroll përmes ideologjisë neomarksiste, aty ku nuk mundet të penetroj nëpërmjet diplomacisë tradicionale, që është pjesë e shtetit thellë grek. Pse Washingtoni dhe Brukseli bëjnë sikur nuk e shohin këtë që po ndodh në truet shqiptare? 1. Janë lodhur nga Ballkani, 2. Janë të zhytur në interesat e tjera në lojën e Ukrainës dhe të Iranit. Amerika dhe BE-ja nuk janë që nuk po e shohin këtë, por
janë në një udhkryq strategjik, edhe atje në Washington, edhe në Bruxelles, ku shkopit që po përdorin për të kontrolluar lojën ballkanike tashmë janë thyer dhe nuk po funksionojnë më. Dhe arsyet po i luajnë të gjithë, po i hapin mundësinë të gjithë radikalëve të majtë që të pushtojnë televizionet e Tiranës dhe të kapin dhe të tentojnë kontrollin e Ballkanit. Diçka tjetër është se në Washington kanë frikë nga vakumi këtu. Goditja e gjithë këtyre mund të krijojë një vakum që mund të mbushet nga Rusia dhe nga lojtarë të tjerë që kërkojnë rivalizimin e Amerikës dhe të BE-s në Ballkan. Dhe tjetra është që ka një luftë civile brenda vetë Amerikës, qarqe të majta ideologjike, neomarksiste, sorosiste, janë mburoj dhe cover për linjën e Albin Kurtit, të Arlin Qorit, të Lapajt, të Shabanit, të gjithë këtyre qelizave të reja neomarksiste komuniste në Ballkan, sepse ata kanë aleat të majtën radikale e cila po bën është në luftë civile me djathtën në Amerikë sot brenda departamentit shtetit. Ky është një moment jashtëzakonisht i rëndësishëm, të cilin ne duhet ta kuptojmë. Kurti është lojtar inteligjent, askush mos ta nënvlerësoj. Kur i kërkohet Kurtit të bëj lëshime strategjike apo të devijoj nga linja e tij, Kurti luan me rregullat e vet perëndimit, i thot atyre unë jam kryeministri i një shteti sovran dhe jemi ne ata që vendosin për Kosovën. Pra luan dhe kundërshton perëndimin me vetë rregullat e lojës perëndimit që ta nxjerr perëndimin bllok. Pra i thot që shikoj, ju na keni mësuar që një shtet sovran nuk i ndërhyet në punët e veta. Ju na keni mësuar që shteti i së drejtës, ju na keni mësuar për sovranitetin, çdoni që i fusni hundët tek punët tona këtu. Pra, askush mos të nënvlerësoj Albinin, sepse Albini është lojtar inteligjent dhe luan me shumë kamuflazh, pa diskutim, dhe unë, Kreshnik Osmani, nga lëvizja e dheu nga Tirana, i bëj ftesë Albinit të reflektoj dhe të mos bëj më lojën e të keqes më të vogël në rajonin e Ballkanit në sytë e perëndimorëve, sepse ne do ta demaskojmë çdo lloj plani dhe çdo lloj narrative të internacionales radikale neomarksiste të re që po krijon në aksin e ri ballkanik të majt, Kurti, Varoufakis dhe Qori në Tiranë, bashkë me qelizat e tjera siç ishin Shabani, Kurti, ky Lapajt, të cilët rrinë nga mëngjesi deri në darkë tek televizionet e establishmentit hajdut të Tiranës mediatik dhe promovohen si kryetar partish apo partiçkash. Detyra e tyre është të krijojnë iluzionin se ka liri dhe demokraci, por ku nuk ka një debat vërtet doktrinar, sepse populli nuk i kupton ata. Këto janë lojra të mëdha dhe duhet t'i kuptoni mirë. Unë e bëra kritikën me shumë dashamirësi për zotin Kurti, e bëra shumë të edukuar, po të kisha qenë ndaj politikanëve të Tiranës, do ta kisha bërë akoma më agresive, akoma më radikale, sepse radikalizmi neomarksist që po imponon aksin e ri ballkanik për kontrollin e Ballkanit dhe dorëzimin e shqiptarisë nën hegemoninë serbo-greke, do të jetë i refuzuar nga ne qelizat shqiptare me këpucë sipër zverku të gjithë atyre të cilët thonë ju nuk jeni shqiptar, unë jam shqiptar, bir shqiptari, bir shqiptari, bir shqiptareje, bir shqiptaresh. Dhe me këpucë sipër zverkut çdo lloj mbeturine neomarksiste që si dihet origjina e gjyshit parë nga që vinë nga familje të përdala këtu në Shqipëri, nuk e kontestoni dot origjinën shqiptare të Kreshnik Osmanit. Kreshnik Osmani e ka lind baba dhe nona vet e ka sjell në jetë, e ka vonë baba Xhemal Osmani pas Shpirti Rahmet dhe nona Jeta Osmani. Ke prehri i dajes tim Agim Bekteshi i kanë thonë vejani emrin këtij fëmije dhe daja im Rahmet Past, tha do ta quajmë Kreshnik, Kreshnikun e maleve. Me këpucë sipër zverku të çdo lloji mbeturimi që nuk i dihet origjina sepse janë nga fiset përdala, që kontestojnë origjinën e Kreshnik Osmanit me këpucë sipër zverkut,
jam shqiptar, birë shqiptari e birë shqiptarësh deri në vdekje dhe do të shkatërroj tezat tuaja dhe të gjithë internacionales neomarksiste që tenton sot të pushtoj linjën dhe narrativën enveriste në Tiranë nëpërmjet mediave të përdala të regjimit të Beogradit këtu në Tiranë dhe të Athinës. Ju falenderoj për kohën tuaj të çmuar, në qoftë se mendoni se ka vlerë të kjo që po ju them, unë ju ftoj ta çoni këtë video tek pjesa tjetër e shqiptarëve, sepse ne shqiptarët jemi në momentin më të rrezikshëm historik që kemi kaluar ndonjëherë. Ju falenderoj nga zemra, share, like, subscribe, mos harroni kur Shqipëria e shqiptarëve dhe mos harroni kur shoqër që ka sot. Shihemi shpejt.